Tani të dashur miq, do të kemi kënaqësinë të realizojmë një intervistë me Viber me një artiste të jashtëzakonshme, unë do të thoja, një këngëtare jashtëzakonisht e veçantë, një vajzë me një potencial të jashtëzakonshëm për të kënduar. Po e përmend shumë këtë fjalën të jashtëzakonshëm, po ç'është e vërteta nuk më bie në mend gjë tjetër që ndoshta do të ishte më adekuate. Po flasim për një këngë dhe një prezantim që këtë fundjavë që kemi lënë pas në fakt ka qenë kryefjala në rrjetet sociale. Është fjala për këngëtaren Dafina Aliu, e cila këtë vit po merr pjesë në Këngën Magjike dhe pati këtë performancën që janë prej të parave që realizohet tash e sa vjet në formatin e ri të këtij festivali të jashtëzakonshëm dhe na ka lënë të gjithëve pa fjalë. Pa fjalë në kuptimin që s'gjenim fjalët më të mira për të treguar se sa e veçantë dhe sa këngë e bukur ishte ajo që Dafina ka përzgjedhur që të prezantohet këtë vit në Këngën Magjike. Dafina, faleminderit shumë për kohën që po ndam për ne dhe shikuesit tanë sot. Faleminderit juve për ftesën. E fort si arë, me tekst dhe ide të Afërdita Saraqini Kelmendi, me kompozim dhe orkestrim nga Gjevdet Gashi, me një zë të jashtëzakonshëm që duket sikur e ka sjellë në formën më të mirë të mundshme, le të gjithë pa fjalë. Si ishte kjo eksperiencë, konsideroje para në Këngën Magjike për ty, nëse s'gaboj? Po, faktikisht ka qenë hera e parë në Këngën Magjike, për mua eksperienca ka qenë fantastike. Një skenë me energji kogja të madhe. Faktikisht, kur kom dalë në skenë, ka qenë kogja emocioni madh, po edhe qetësi e brendshme, sepse kom ditë që kom e japë diçka që vjen prej shpirtit tam. Edhe jam falendëruese shumë, sidomos Radio Televizionit 21, veçanti Afërdita Saraqinit Kelmendit, dhe gjithashtu Gjevdet Gashin për muzikën edhe aranzhmanin që e ka bu. Tani, e pam që komentet ishin prej më të veçantave për jurin. Si prite, sa të motivua në fakt ato? Faktikisht unë vetën që moj, ose sfidoj si e fituse, se kom fitu zemrat e publikës, qysh kër u publiku kanga, kom pas komente jashtëzakonisht mira, edhe për këta janë shumë e privilegjume dhe për mu është kjo fitore. Tani, duke njohur Afërdita Saraqinin Kelmendin, që shumë seleksionuese në kuptimin e njerëzve që ju beson punën e saj. Më intereson të di si lindi ky bashkëpunim, si erdhi deri tek kjo ide që një tekst kaq i fuqishëm të këndohej nga ju, Dafina. Faktikisht ideja përmes Afërditit dhe Gjevdetit, profet Gjevdet, faktikisht ata më kanë ndjekë në për rrjetet sociale apo në për intervistat, intervistën e fundit që kanë pasë Radio Televizion 21, edhe mendoj që kanë pa aftësitë e mia edhe pse jo me bu një bashkëpunim. Ka qenë një prezentim shumë i bukur në ftohtë e nxehtë me Granit Miftarin, e kujtoj, shumë i veçantë. Që përshëndesim shumë edhe Granitin. Patjetër. Tani, flasim pak për këngën, sepse teksti është ai i cili na ka pasionuar të gjithëve. Një tekst i jashtëzakonshëm, madje edhe gjyqtarët thanë që po rënqetën nga erdhi ky këngë, nga erdhi ky tekst, kjo muzikë. Çfarë fshihet prapa krejt këtij teksti, kësaj këngës? Faktikisht ideja ka qenë Afërdita Saraqinit Kelmendit që përshëndes jashtë mase dhe një falënderim publik për mbështetjen edhe për krajën e saj. Kanga e fortë si arë është një tekst me metaforë për gruan që nuk thyet. Pavarësisht çdo sfidës që i ka lënë në jetë, për mua është një hemnë i shpirtit që ka përjetu stuhira, që ka përjetu trazira në jetën e saj, e cila nuk është dorëzu asnjëherë edhe është dëgju prapë. Për mua është jo veç një këngë, jo veç një tekst, po është një mesazh kogja i fortë për çdo njeri, qoftë grua apo burr, që ka përjetu stuhira në jetën e tij, vështirësinë në jetën e tij dhe saj, edhe nuk është dorëzu asnjëherë. Pra, kalon këtë dimenzionin personal që mund të ketë një këngëtare me një projekt të saj, lidhet me fuqinë, me shpresën dhe me kurajon e gruas që vazhdoj të luftoj në kërkim të asaj që ajo e don dhe ëndron. Shumë e veçantë. E vërtet. Dafina, këtë vit që jeni pjesë e Këngës Magjike, e përmenda në fillim komentet e gjyqtarëve, artistëve të mëdhenj që janë pjesë e Këngës Magjike, vetë fakti që e dim një histori të jashtëzakonshme suksesit të këtij festivali. Po,
hajde të lëmana shanën profesionale të njerëzve që e njohin këtë fushë. Ka pasur shumë komente pozitive në rrjetet sociale. Të paktën në platformat ku unë jam, Instagram dhe Viber, çdo i dyti mik që unë ndjek ka postuar këtë performancë. Besoj që të ka jap shumë emocione kjo gjë. Faktikisht unë jam shumë e lumtur. Nuk është që e kom pritë edhe atë shumë. Faktikisht, normalisht në kom pas vetë besim në vetën të amë, dhe thashë edhe ma heret për mu ka qenë një skenë që në fillim kom pas kogja emocione, po të marë parasysh çfarë mesazhe jam të japë, e kom bo prej krejt shpirtit që më ka ardhë mu, edhe faktikisht e kom ditë që kam me prit njerëzit. Mirë, po jo në këtë mënyrë. Jo ditën e parë, do më thonë brenda 24 orëve me thy çdo rekord, edhe me prit kaq mirë për mu është, unë e thash, është fitore për mu. Shumë e vërtet. Nuk mund të ketë një fitore më të madhe në fakt për artistët se kjo. Tani, në karierën tënde, Dafina, si një këngëtare që njiheni relativisht e re, por që unë e di që ka vite që jeni pjesë e skenës dhe këndoni, keni pasur momente kur jeni ndjerë që duhet jeni një are fort për të vazhduar të qëndrani besnik ëndrës dhe dëshirës suaj që të trekni skenat më të larta të muzikës shqiptare, se ju edhe për tej? Faktikisht po, taman e fort si arë, si një guask, që jashtë është e fort, po brendësin e ka dëbut. Kështu që gjithmonë jom ndjek kështu, nuk jom dërzu asnjëherë, pavarësisht që kam pauzu dhe jom rikëthy prapë muzikë, se jam dërzu edhe muj me thonë që deri sot është projekti ma me qef, ma i bukur që kom bo deri sot. Dhe cili do t'ishte mesazhi juaj për gratë, për vajzat e reja, pse jo për të rritë në tërsi të cilët sot po përballen me një sfidë në jetën e tyre, por që duhet të zgjedhin të bëhen të fortë si ara nga jashtë? Cika, edhe ma hire, që thash për mu nuk është vetëm një këngë, po është një mesazh kogja i fortë, si për gruan, ashtu edhe për burrin, e cili çdo njeri ka kalu vështërsin në jetën e tij dhe saj edhe është ngritë, edhe unë i falenderoj krejt njerëzve që kanë sakrifikuar me jetën e tyre, edhe nuk janë dorëzu asnjëherë. Kështu që qëndroni të fortë, sikur arra, edhe luftoni me ëndrat e juaja. Tani, këngën magjike e fitove si e fitove, e tham u kry kjo punë. Çfarë mund të presim tutje nga Dafina në projektet e saj të radhës? Do vazhdosh të sjellësh balada si kjo të jashtëzakonshme me mesazhe shumë të forta të cilat unë them do t'i mbijetojnë kohës njësoj si që kanë dëshmuar këngë të tjera të kësaj natyre, apo do të kemi diçka tjetër që patjetër duhet të bëhet në hap me kohën dhe muzikën që bëhet në vendin tonë? Pavarësisht që kom ndru pak zhondrin, që kom anu pak komercializmi ose këngët ritmike, gjatë që ma heret kom këndu rock jazz, normalisht rritën edhe projekte për shkak të ahengjeve që në mbaj familjare. Jemi duke punu, janë me angazhime, normalisht gjatë përgjerimet e vitit ri, disa projekte, po sa i përket të njëjtës koncept baladës e fort si arë, jo, normal që nuk e loat zhondër edhe ko me vazhdu me atë zhondër. Dafina, po të falendroj shumë për kohën që po ndanë sot për ne. Unë e di që ke shumë angazhime dhe ndoshta në një tjetër mundësi do të kemi këtu në studio pse jo të flasim për një tjetër sukses të kësaj kënge, por edhe të këngëve të tjera që do të na i sjellësh në të ardhmen. Shumë faleminderit për kohën. Patjetër që po, faleminderit për ftesën. Çdo të mirë.